Kryeministri Edi Rama në rubrikën Sy më sy shpreu bindjen se Partia Socialiste do të marrë më shumë se 74 mandate se herën e kaluar, një rezultat që sipas të cilit do të shënojë diferencën më të madhe me demokratët që pas 1997-s. Kryeqeverisë deklaroi se këtë rezultat do ta shkruajë në kuq ku edhe parashikoi zgjedhjet e kaluara. Rama tha se me 11 maj duhet të jenë të gjithë në unison për të parë përtej të majtës dhe të djathtës, duke thënë se duhet të jeni shumicë përtej shumicës së Partisë Socialiste për të realizuar negociatat. Demokratëve ju drejtua me një thirrje, teksa tha se nuk do të marrin asgjë nëse votojnë kënetën, por siç shtoi Rama duhet votojnë socialistët që të realizojnë objektivin e përbashkët antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi shumë të dhëna ne për të parë luhatë e lëvizjet, kështu që mbi bazën e atyre do të ta them eksakt përparim, domethënë cila do jetë cili do jetë numri minimal i mandateve, cili do jetë numri maksimal. Po që sot mund të them që minimali është mbi atë që kemi. Që sot. Sa mbi, më duhet dhe pak kohë. Dhe do t'i gjojmë edhe sondazhistin e Donald Trumpit, që edhe Latifin e pas sjell, jemi bindur që sado të përpiqet ta se ka mundësi për t'i bërë këto. Për shumë, pash një sondazh kishin hedhur shumë të pavendosur. Nuk ka shumë pavendosur sot në Shqipëri. Edhe ishte ulur diferenca. Diferenca jonë me kënetën do jetë më e madhe ndonjëherë që nga 97. Largomenteve nuk mbeti as samiti i Komunitetit Politik Evropian, që mbahet në 16 maj në Tiranë, teksa Rama tha se kryeqyteti do të kthehet në një qendër europiane. Sepse atë ditë Shqipëria do të jetë përsëri në ekranet e gjithë botës, që kjo Shqipëri duhet hyjë në bre. Që kjo Shqipëri për të materializuar shumë çka që mbetet për të materializuar, që të mbyllim përfundimisht hendekun e krijuar në shekuj me Europën, duhet të jetë antare e Bashkimit Evropian. Një përgjigje kishte edhe për kritikat se në këto 12 vite më shumë investime ka patur në jug. Rama përmendi disa nga projektet e realizuara në veri, ndërsa shtoi se edhe shumë të tjera pritet të realizohen. Rruga e Thethit është në jug apo është në veri? Rruga që shkon në Vermosh, deri lart, që përshkon gjithë Malësinë e Madhe, është në jug apo është në veri? Unë them që është në veri. Patjetër që në veri është dhe rruga e Kombit, e cila ula rrugëve, si të gjitha rrugët e tjera, natyrisht në një stad më të avancuar, patjetër, nuk e mohoj këtë, por tek e cila edhe sot vazhdon puna. Rruga Shëngjin-Velipoj është në jug apo është në veri? Hekurudha, Durrës, Shkodër, Gjakov, Prishtinë, shkon për në jug apo shkon për në veri? Po rruga Thuman, Milot, Baldren, Muriqan shkon në jug apo shkon në veri? Autostradë kategorisë A. Do të them shkon në veri. Do akoma se ka shumë segmente tjera që janë investuar në veriun e Shqipërisë, që ishte cop-cop. Cop-cop. Por rruga e Dukaqinit e Lesë është në jug apo është në veri? Do të vazhdoj akoma. Mund të mbaj këtu edhe një orë tjetër. Të siguroj. Me segmente më të vogla, por do me thënë se të gjitha në veriun e Shqipërisë. Kështu që këto dëngla me verije me jug mos mi tregoni mua i dashur, sepse unë edhe në gjatë jam edhe nga veriu dhe nga jug. Se kam pas bekimin të kem një gjyshe shkodrane, po shkodrane. Nuk mbeti jashtë komenteve
edhe fakti i arrestimeve nga rrallet e Partisë Socialiste, teksa tha se kur votuan reformën e drejtësisë ishin të vetëdijshëm se shpata do të godiste në të dy anët. Me reformën e drejtësisë, tha Rama, Partia Socialiste bëri të paimagjinueshmën dhe se nuk e solli Amerika me Europlan apo Bashkimi Evropian me anije. Rama përmendi 21 janarin duke theksuar se ishte një kryeministër që vriste njerëz të pafajshëm dhe hillte në erë zonat banuara.